Në fillim, mira vjet më parë, në fushat e gjera të Azisë së vogël, lindi një histori që sot e gjejmë çdo mëngjes në tavolinat tona. Nuk ishte një histori njerëzore, por një histori e natyrës, ajo e grurit. Ai nuk ka qenë gjithmonë gruri që njohim sot, i butë, i arritshëm për të bërë bukën që ngroh shpirtin. Ka lindur nga bashkimi i 3 bimëve primitive, secila me forcë dhe karakter të vetin, të cilat natyra, me durimin e saj të pashtershëm, i kishte vendosur në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Nga takimi i tyre u krijua Triticum turgidum, gruri durum që sot ende përdoret për të bërë makarona. Por historia nuk mbaron këtu. Rreth 800.000 vjet më vonë, ky grur i ri u takua me një tjetër specie të Aegilops dhe nga kjo marrëdhënie u krijua Triticum aestivum, gruri i zakonshëm, një bime jashtëzakonshme nga një gjenom triploid që mban në vetvete kujtimet e 3 gjeneve të ndryshme. Çdo kokër gruri është një miniaturë e historisë së evolucionit, një testament i përzierjes së natyrës dhe i kujdesit të njeriut. Njerëzit e lashtë, duke vëzhguar fushat e reja dhe kokrat e vogla, kuptuan diçka magjike. Këto bimë nuk ishin vetëm ushqim, por mund të rriteshin dhe përzidheshin për të shërbyer njerëzimit. Ata filluan të zgjidhnin farat më të mira, të mësojnë si të mbajnë kërcellin të shkurtër që nuk përkulet nën peshën e erës dhe shiut, dhe të krijojnë varietete që i rezistojnë dëmtuesve dhe sfidave të natyrës. Varietetet e reja lindën me hibridizime të kujdesshme, mutacione të rastësishme dhe eksperimente të durueshme. Një nga këto, gruri Creso, është një shembull i përkryer. Ai lindi nga një grur meksikan dhe një lloj mutanti italian, i shkurtër, i fortë dhe rezistent, perfekt për fushat moderne. Çdo herë që mbledhim kokrat e grurit, mbledhim mira vite histori. Çdo kokër tregon për evoluimin natyror, për takimin e specieve të ndryshme, për zgjuarsinë e fermerëve që kanë përzgjedhur ato më të dobishmet. Nga fusha e gjerë e Azisë, gruri ka udhëtuar në Evropë, Afrikë, Amerikë, duke u përshtatur me klimën, tokën dhe kujdesin e njeriut. Sot kur e shohim të brumosur në miell, ai nuk është vetëm një përbërës për bukën tonë, por një dëshmi e historisë së jetës, evolucionit dhe ndërveprimit të pandërprer midis njeriut dhe natyrës. Gruri është më shumë se ushqim, një rrëfim i gjallë që vazhdon çdo ditë, nga fusha në furrë, nga kokra në bukë. Ai tregon se si natyra krijon mundësi dhe si njeriu i përdor ato për të ndërtuar jetën dhe kulturën e vet. Çdo bukë që ham, çdo furrë që ngroh ditën tonë, mban në vetvete sekretet e evolucionit, durimin e natyrës dhe kujdesin e brezave që kanë kultivuar dhe përzgjedhur këtë bimë të jashtëzakonshme. Dhe kështu, ndërsa e mbajmë në duar një bukë të freskët, duhet mendojmë për udhëtimin e jashtëzakonshëm të grurit, nga fusha e Azisë së vogël tek hibrimet misterioze dhe mutacionet magjike, tek varietetet moderne që na ushqejnë sot. Një udhëtim i gjatë mijëvjeçarësh që na kujton se çdo gjë që është e zakonshme në jetën tonë ka pasur një fillim të rrallë dhe të magjishëm.